fundoi edhe një mbledhje e Këshillit të Sigurimit ku është qyrtu raporti i sekretarit të përgjithshëm për Kosovën. Si e perceptuat, si kaloi mbledhja e Këshillit? Mendoj se ishte një mundësi për Kosovën të prezantojë të arriturat të reja në vend, ishte një mundësi që të prezentojmë të arriturat evropiane të Republikës së Kosovës, sepse ky vit është viti evropian, veçanti në procesin e stabilizimit asociimit, në rekomandimet për procesin e liberalizimit të vizave, të aplikimit e Kosovës për të ndarësuar në Këshillin e Evropës, por edhe për punën që po bëjmë për ndarësimin e Kosovës në Interpol, në të njëjtën kohë edhe në UNESCO. Gjithashtu ne prezantuam edhe të arriturat e përgjithshme, sfida dhe ballafaqimet të cilat i kemi aktualisht, pozicionin e Kosovës në këto rrethana të reja të krijuara edhe në rajon, për domosdoshmërinë që të ketë paqe dhe stabilitet e shoqërisë mirë me Maqedoninë, por gjithashtu domosdoshmërinë që të implementohet në tërësi marrëveshja e Ohrit, kriza paraqitur në Maqedoni është rezultati i krizës politike atje dhe jo i raporteve ndërrjetnike. Theksuam qartë se Maqedonia ka nevojë për më tepër demokraci, për më tepër respektim të drejtat e njerëzit, për më tepër media të lira, për ekonomitë e lirë të tregut, për implementimin e plotë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe afirmimin e drejtave kombëtare të gjithëve që jetojnë në këtë republikë dhe natyrisht edhe opinionet tona që Maqedonia të antarësohet sa më shpejt në NATO dhe Bashkimi Evropian, që është në interesin e gjithëve. Kosova, për dallim prej vendeve tjera të rajonit, ka kryer me sukses çështjen e demarkacionit me Maqedoninë, gjithashtu javë të ardhshme presim edhe me malin e zi dhe sot për të parë ngrita çështjen që Kosova është gati të fillojë fazën tjetër të dialogut pra me Shtetin e Kosovës dhe Serbisë për çështjen e demarkacionit. Një marrëveshje e tillë ndërshtetërore do të kupton të njohjet reciproke dhe njohjet reciproke mes Shtetit të Kosovës dhe Serbisë do të nënkuptonin edhe antarësimin e Kosovës menjëherë në OKB, gjithashtu hapjen e sigurt të rrugës për antarësimin e NATO dhe Bashkimit Evropian, por edhe lëvizjen e më të shpejtë të Serbisë drejt perspektivës evropiane. Ritheksoj edhe sot, siç potencova, se vetëm një marrëveshje mes kombit shqiptar dhe atij serb mund të arrijë paqen, stabilitetin dhe perspektivën euroatlantike për të rajonin. Sot ju këtu ishit me Zavens, kryeministrin e Serbisë dhe ministrin e punëve të jashtme, përderisa kryeministri i Serbisë po shkon në Tiranë për vizita e parë, si e cilësoni këtë? Ndërsa është një frymë e re në rajonin tonë, po ndërtojmë një rajon evropian të komunikimit, mirëkuptimit dhe fqinësisë së mirë. Mendoj se pas vizitës e kryeministrit Rama në Beograd, vizita e kryeministrit Vučić në Tiranë është një mesazh i mirë, një mesazh i perspektivës së fqinësisë së mirë, por të ardhmes së sigurt euroatlantike. Nuk ka më tema tabu në mes njerëzve tonë që jetojnë në rajonin tonë apo në mes vendeve tona. Çdo që të ketë komunikim, ka vetëm dobi, ka interes, dhe kjo vizitë vlerësoj që do të mund të jetë mesazhi më i mirë për pajtimin e plot mes kombit shqiptar dhe atij serb, në mënyrë që të lëvizim përpara sa më shpejt drejt perspektivës euroatlantike. Edhe një gjë është aty pyes lidhur me gjykatën speciale, e cila tashmë është bë pjesë e pandashme e Kosovës, kudo që flitet për Kosovën. Këtu në OKB, ditë më parë unë bisedova edhe me zëdhënësin e sekretarit e përgjithshëm. Gjykata speciale duhet të aprovohet, të miratohet, o me dashje o pa dashje. O ta bëj Kosova, o do ta bëj Këshilli i Sigurimit. Çka po ndodh me leadershipin e Kosovës? Natyrisht se për një çështje të tillë do të ishte më interesant të kemi një konsensus nacional, por tani gjërat kanë ndryshuar dhe kemi një pozicion të ashpër opozitar kundër këtij votimi në Parlamentin e Kosovës. Ne kemi caktuar datën 29 maj si ditë kur do të votohet në Parlamentin e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale. Mendojmë se
Ky votim do të rrjedh normalisht në interesin e shtetit, në interesin e demokracisë, në interesin e perspektivës euroatlantike të Kosovës. Ne duhet ta themelojmë këtë gjykatë për arsye se duhet ta kultivojmë edhe më tepër besimin dhe partneritetin e Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Bashkimin Evropian. Mendoj se heqja e kësaj njolle të zezë këtyre akuzave për Kosovën është me interesin tonë. Në anën tjetër, unë dëshiroj të siguroj se nuk do të japim kënaqësinë kundërshtarëve të pavarësisë që kjo çështje të bardhë në Këshillin e Sigurimit dhe të zgjatet kjo barë të rëndoj mbi Kosovën për rreth 20 vite të tëra. Prandaj kam besim që bashkarisht njerëzit e politikës e Kosovës do të ndikojnë në kuptimin më pozitiv të mundshëm që edhe ky proces të kaloj në një procedurë, por në të njëjtën kohë dhe me vendime të përgjithshme dhe të rëndësishme të interesit shtetëror. Në këtë kontekst, fjala e diplomatit rus sot këtu në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit ishte mjaft e ashpër. Dhe nëse kjo gjykata speciale vendoset prej Këshillit të Sigurimit TOKB-s, do të thotë që çdo herë do ta keni përballë, Kosova do ta ketë përballë Turkinin apo zëvendësin e Turkinit apo dikë tjetër i cili çdo herë do të sulmojë mbi Kosovën. Unë vlerësoj se gjithë ata njerëz që marrin vendim dhe që janë deputet, por edhe ne bashkërisht si institucionet e vendit, se a duhet të votohet në Kuvendin e Kosovës apo të bartet kjo çështje në Këshillin e Sigurimit, duhet ta shohin edhe tonin edhe qëndrimin e Rusisë për vullnetin e saj që kjo çështje të bartet në Këshillin e Sigurimit, por edhe thirrjet, kem parasysh edhe thirrjet e miqve tonë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të Britanisë së Madhe, të Francës dhe vendeve tjera, por edhe nevojën dhe domosdoshmërinë që kjo çështje të përmbyllet. Prandaj në Kosovë nuk ka nga njerëzit e përgjithshëm të politikës, nuk ka njerëz kundër që kjo çështje të votohet në Parlamentin e Kosovës, por ka aspekte që ende janë duke u diskutuar teknike dhe profesionale, prandaj është në interesin e lirisë dhe pavarësisë e Kosovës që ky votim të ndodhë të premten, të ndodhë me sukses dhe Kosova të tregoj zotësinë e saj për ndërtimin e një shteti juridik, shtetes së drejtës, shtet të perspektivës euroatlantike dhe ruajtjes e kultivimit të partneritetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Ne kemi dy mundësi: të marrim vendimin e përgjithshëm të institucioneve tona legjitime dhe legale, e në këtë mënyrë të ruajmë edhe partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n, dhe në anën tjetër të ndodhë ai që nuk do duhet të ndodhte të kënaqim aspiratat apo apetitet e Rusisë që kjo çështje e gjykatës speciale të bartet në Këshillin e Sigurimit me shumë të panjohura për 20 vitet e ardhshme për shtetin e Kosovës. Apo lirisht mund të them se votimi në Kuvendin e Kosovës nënkupton ecje përpara për Kosovën, është një rrethon favorizuese në të ardhmen për Kosovën, ndërsa mos votimi do të nënkuptonte kthim prapa dhe pikpyetje të mëdha për të ardhmen e vendit.